12 shkurt, çelësi i unitetit, në të cilin edhe ju bashkë ndërtoheni për të qenë banesë e Perëndisë në frym. Efesianëve 2:22. Kur dikush vjen te Krishti me anë të besimit, transformimi i identitetit të tij është gjithëpërfshirës. Në gjuhën që përdor Pali tek Efesianëve 2, mëkatari i vdekur tani është i gjallë në Krishtin. Fëmia i zemërimit bëhet fëmijë i Perëndisë. Por identiteti i ri nuk është thjesht individual. Ne nuk jemi secili veç e veç në Krishtin. Ne jemi në të me të gjithë popullin e Perëndisë. Ja pse, tek Efesianëve 2, Pali kalon nga përvoja jon individuale e hirit në punën e përbashkët që kryen hiri i Perëndisë. Pali na thot: ju nuk jeni më të huaj dhe ardhës, por jeni bashkëqytetar të shenjtorëve dhe shtëpiar të Perëndisë. Vargu 19. Njeriu, populli i ri, vargu 15, që po krijon Krishti, është i mbushur lavdishëm me bashkëtrashëgimtar të hirit. Kjo nuk do të thotë se identiteti ynë individual njerëzor bëhet i parëndësishëm. Në Krishtin, prejardhja jon dhe ata që jemi, gjinia, përkatësia etnike dhe historia jon personale nuk janë fshirë. Ne jemi ata që jemi, të krijuar sipas shëmbëllimit të Perëndisë, të formuar sipas qëllimeve të Tij. Por ajo që na bashkon në Krishtin, bashkimi ynë me Krishtin, e te i kalon çdo gjë tjetër. Duhet të ruhemi nga tundimi për të harruar arsyen e unitetit ton. Askush nuk është i imunizuar nga rreziku i kthimit të elementeve të identitetit të tij në pengesa. Pengesa të statusit, të ngjyrës, të klasës, të tipit të personalitetit ose të parapëlqimeve personale. Si të krishterë, duhet të jemi të përgatitur për të pranuar se sa e lehtë është që të gabojmë në këtë gjë. Ne duhet të jemi të përgatitur që, nëse dallojmë se jemi fajtor për një gabim të tillë, të pendohemi dhe të pikollohemi për atë që nuk i pëlqen Perëndisë. Ungjilli është çelësi i unitetit të krishterë. Pali e kuptoi se vetëm Perëndia mund t'i zbuzë zemrat e ngurta. Vetëm Perëndia mund t'i hapë sytë e verbër dhe vetëm Perëndia mund të bashkojë njerëz të ndryshëm dhe të formojë diçka me të vërtetë të lavdishme dhe në unitet. Perëndia po krijon një njeri të ri, dhe ai po e bën atë njeri të ri në kishën e tij. Në Krishtin, Perëndia po ndërton një shenjtërore të shenjtë. Efesianëve 2:21. Ku edhe ju bashkëndërtoheni për të qenë banesë e Perëndisë në frym. Një anshmëria e bazuar mbi racën, shtresën ose pozitën, nuk ka vend aty ku banon Perëndia me anë të frymës së tij. Një ditë do ta përjetosh plotësinë e bashkimit tënd me Krishtin dhe me popullin e tij në përjetësi. Mirëpo, kjo mundet dhe duhet të fillojë që tani. Sot ke privilegjin për ta nxitur atë unitet në mënyrën se si përdor kohën tënde dhe me mënyrën se si mendon, lutesh dhe flet me vëllezërit e motrat në kishën tënde. Ditë pas dite po ndërtojmë, ndërsa çastet fluturojnë. Tempullin ton që bota mund të mos e shoh, çdo fitore e korrur nga hiri. Sigurisht që vendin e vet do të gjej, përjetësisht në tonën ndërtesë.